me një intervistë që do të zhvilloj tani me deputetin aktual të Partisë Socialiste, i cili në fakt nuk ndodhet, emri i tij nuk ndodhet më në listat e Partisë Socialiste, pra ai nuk garon në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit, ndonse njihet si një kontributor i rëndësishëm i kësaj partie ndër vite. Zoti Krashi është me mua në studio, mirë se vini, kënaqësi t'ju kem këtu. Shumë faleminderit. Jeni i habitur, i trishtuar, i pezmatuar, apo e prisnit që nuk do t'ishit në listë fare? Jam shumë krenar për 4 vite deputet i Parlamentit Shqipërisë, deputet i Dibrës në Parlamentin e Shqipërisë. Gjërat personale janë krejtësisht personale, kanë shumë më pak rëndësi se sa ajo që ka të bëjë me Shqipërinë. Natyrshëm, unë erdha në vitin 2021 i ftuar posaçërisht nga Edi Rama për sa i takon një zone të caktuar, të vështirë për Partinë Socialiste ndër vite. Do të thotë qysh për 1992-shit, asnjëherë Partia Socialiste nuk ka qenë në gjendje të fitojë në qarkun e Dibrës. Në fakt, në Dibër në vitin 2021 ndonse ne rezultuam humbës të themi, për arsye se ne morëm 2, ndërkohë që opozita mori 3 mandate deputeti. Gjithsesi është arritur numri historik më i lartë i votave që ka marrë Partia Socialiste në atë qark. Gjithsesi jemi këtu ku jemi dhe çdo lloj ndjesie imja nuk ka fare rëndësi. Ajo që është shumë më rëndësishme është që Shqipëria të ketë zgjedhje të rregullta, zgjedhje të ndershme dhe të fitoj ajo parti politike ose ai koalicion i cili do të ofrojë alternativën më të mirë për shqiptarët. Për mua si një shqiptar është shumë më rëndësishme se çfarë ndodh me Shqipërinë. Kjo ka qenë deviza ime për gjatë 4 viteve në Parlamentin e Shqipërisë. Natyrshëm që kontributi çdo personi nuk mund t'jepet dhe nuk është thjesht dhe vetëm nëpërmes rolit të deputetit. Unë kam rezerva të jashtëzakonshme për sa i takon rolit ose figurës që ka deputeti i Parlamentit Shqipërisë. Ne jemi ai vend, por t'i lëm kritikat për pas zgjedhjeve në fakt, për arsye se pas zgjedhjeve fillon edhe procesi të themi i rishikimit për të parë se ku mund të ndryshojnë gjërat, por ajo për ta mbatur në vija shumë të përgjithshme jemi vend që qysh për vitit 2009 ose 2008, por që është aplikuar për të parë në vitin 2009 në zgjedhje përgjithshme, kemi ndruar 3 herë kodin zgjedhor. Kjo do të thotë që kodi që është zbatuar në 2013, 2009 dhe në 2017 është parë e udhës për të ndryshuar. Kemi pat një kod tjetër në vitin 2021, ndërkohë që kemi një kod tjetër tani, edhe unë jam i bindur, këtë e kam spekullim, jam i bindur që partitë politike me standardin që ka politika shqiptare, që ka standard shumë të ullët në krahasim me vendet ku ne aspirojmë për të qenë, nuk do të ishte e çuditur fare, po të mos e ndryshonin në 2029 apo 2034 e tjerë me radhë, sepse ka dhe disa forma të tjera se si mund të aplikohet ky sistemi proporcional, rajonal, kreti pa drejt që është krejtësisht jo përfaqësues, por të kthehemi prap tek unë. Unë çfarë doni të për mua? Për mua, shiko, një analizë njeriu e bën, gjithsesi. Çfarë mendoni se ju ka penalizuar ju? Për mua nuk ka kënaqësi më të madhe. Në fakt është nder dhe krenari për çdo shqiptar që të jetë përfaqësues në një zonë të caktuar, një komuniteti të caktuar në kuvendin e Shqipërisë. Varësia ime ka qenë dyfisht të themi, për sa i takon shqiptarëve të Dibrës, qytetarëve të qarkut tim, por edhe qytetarëve të diasporës. Për arsye se vere me kënaqësinë më të madhe që aq është folur, diskutuar jo thjesht për sa i takon votës së diasporës të mohuar nga politika, edhe kjo sotmja, për 35 vite, ndërkohë që për 4 vitet që lam pas, nuk mendoj që është kjo situata. Përsëri kam brengat e mia, sepse politika shqiptare zakonisht duke qenë që standardi i saj është shumë i ulët, i lën gjërat për minutën e fundit. Dhe patjetër që edhe për sa takon votës diasporës u dash që 3 vite e gjysmë kishte heshtje do të thot aty ku duhet folur. Dhe 6 muajt e fundit u miratua që të themi kodi zgjedhor ose ligji për sa takon të drejtës ose mundësisë së votës për qytetarë shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe thënë këto, patjetër që ka qenë një nder, privilegj dhe krenari që t'i shërbej qytetarëve të mi, komunitetit tim për 4 vite. Të shërbyrit nga pozicioni i antarit të kuvendit ose antarit të parlamentit është një pozicion mjaft komod, shumë i mirë.
unë jam munduar t'jap aq kontribut sa kam patur unë t'jap si qytetar, në ditën 1 që kam ardhur në Shqipëri, kam thënë dhe e kam mbajtur fjalën, kuptohet vlerësimi du të vim fakt nga votuesit, jo vetë vlerësim, por e kam mbajtur fjalën në sensin që jam munduar të sjell ca metoda britanike në të bërit politikë në Shqipëri. Unë jam krejt koshient sot pas 4 vitesh që nuk është gjithmonë e mundur që këto të bëhen, në fakt se cilit edhe dhel për bishtin e vetë lavdëron, edhe sistemi zgjedhor që kemi ne, pa tjetër që këta do të lavdërojnë të tyrin, unë do të vazhdoj të mbështes atë që mbështes, vetëm në rast se do të ketë një kod tjetër të një forme tjetër që unë mund të mbështes. Por, e rëndësishme është që... Që do të thotë Partinë Socialiste? Shiko, për te gjërave që mund të dëgjosh, unë jam një socialist qysh për vitit 1991. Në një kohë kur shumë nga kolegët e mi kanë qenë me partit tjera, që s'ka si gjë të keqe, shumë ish kanë ardhur, e kanë kuptuar që Partia Socialiste është një parti e cila ka një alternativë qeverisë më dinjitoze, ka një alternativë qeverisë më serioze, patjetër që edhe ne kemi të meta tona, por unë jam prej atyre që në një kohë kur shumë prej kolegëve të mi e kishin veten ose e gjeten veten tek Partia Demokratike ose dhe partitë tjera të opozitës. Sa e kohë, unë jam bashkangjitur të Partisë Socialiste në një kohë ku ardhmja e saj ishte krejt e dyshim. Dhe do të qëndroni, pra ju asnjëherë nuk do ta merreshit duke votuar kundërshtarin ose duke shkuar te kundërshtarin. Gjëja e fundit që do të bëj është kjo. Unë kam bindjet e mia politike dhe këta s'më ndryshon askush, kushdo që tjetë kryetari i partisë, antar të kryesisë, se në fakt unë me këtë terminologjin që përdoret për partitë politike në Shqipëri nuk jam shumë i azhurnuar sepse mendoj që kanë disa reminiscenca ose mbetje të kohës komunizmit. Të jem shumë i sinqert, shumë i drejt për drejt, janë këto organizmat që, apo strukturat që kanë partitë politike, njësoj dhe me partitë e tjera, por kontributi që unë kam dhënë për Partinë Socialiste qysh për vitin 1991 do të vazhdoj ta jap, po kaq fort, natyrshëm sot pas 35 vitesh me 35 vite eksperiencë në jetën time politike, jo thjesht në politikën shqiptare, e cila e theksoj, ndoshta për herë tretë, për 10 minuta, që standardi i të bërit politikë në Shqipëri ka shumë udhë për të bërë. Është një nivele shumë mediokre në krahasim. Dhe ju që njihni dy realitete, sigurisht që e shikoni me një sy tjetër këtë. Gjithmonë krahasimin unë me atë realitetin atje e bëj. Edhe shumë gjëra që flitet në mënyrë se si bëhet politika. A mund të marrë shembull shumë të thjesht, para një viti është bërë censusi kombëtar i Shqipërisë, pra kanë regjistruar të gjithë qytetarët, unë dhe ju, dhe të gjitha banesat, bizneset e tjera me radhë. Unë nuk kam parë deri sot një parti politike, qoftë edhe një individ të caktuar në politikën shqiptare që të lexojë të dhënat që kanë dalë nga censi. Për shembull, prapë do ta përmend, kam përmend edhe diku tjetër, ne kemi ndërtesa fizike, por për sa i takon banesave i kemi me shumë kursim. Do të thotë që sot ka qytetar shqiptar dhe kjo është detyra e shtetit për t'ia rregullojë, shtetit do thotë taksa paguesit, se shteti është një koncept abstrakt. Qeveria, kryeministri, ministrat s'kan asgjë, kanë rrogën. Dhe ata duhet të ketë një kontroll të jashtëzakonshëm në fakt, për sa i takon asaj që shumë njerëz në Shqipëri rezultojnë shumë të pasur, ndërkohë që burimi i pasurimit të tyre është krejtësisht i dyshimit. Ka një shprehje angleze që shkon, thotë që është më i urritur dikush që s'ka të ngopur se sa dikush që s'ka të haj. Qëndron. Absolutisht qëndron, se ne shqiptarët, se shpeshherë kur më bëjnë këtë krahasimin me Anglinë apo me Francën, Gjermaninë apo një vend tjetër, ne s'kemi asnjë lloj ndryshimi. Bile ne jemi popull dhe kom shumë i zgjuar, por për fatin ton të keq, sidomos për këto 35 vite, për të mos e marrë në konsideratë, s'kam asnjë lloj konsiderate për 50 vjetet e para 35 viteve, apo për 20 vitet e para 50 viteve të para 35 viteve tjerë me radhë, por ajo që është rëndësishme është që ka ardhur koha, them unë, që në Shqipëri hap pas hapi, jemi në drejtimin e duhur të themi, por hap pas hapi duhet që t'i hapet rrugë politikanëve altruist dhe politikanëve të cilët kanë dy parime kryesore. Parimi i parë të kenë vizion për zhvillimin e vendit dhe i dyti me një integritet të jashtëzakonshëm. Këto janë dy parime të panegociueshme. Politikanë që si kanë të dyja këta
për mendimin tim, janë kot në fushën e lojës dhe faktikisht sjellin ato problematika që i kanë sjell politikës shqiptare, që në fundit ja kanë sjell shqiptarëve, se nuk është... E keni parasysh rastin Çrbja së fundmi, Kam të besoj. gjitha gjërat parasysh, nuk ka lidhje me një individ të veçantë apo me një grup individësh të veçantë, ka lidhje me krejt zhvillimin politik Shqipërisë për 35 vite. Se ne jemi ajo Shqipëri që pas fillimit të proceseve demokratike, kemi krijuar në 96-ën, kemi krijuar në 97-ën, kemi krijuar edhe shumë problematika tjera. Sot nuk ka shqiptar që nuk mendon, kështu siç e them unë, dhe shumë njerëz vetë mund të mos i pëlqejë, po unë e them, sepse ashtu e mendoj. Nuk mendoj që ka një shqiptar që mendon që në Shqipëri nuk ka patur korrupsion dhe është një nga gjërat e më të mëdha që ka lullëzuar në Shqipëri. Patjetër, po ka... Ndërkohë që po t'ishe përdore energji në krahun tjetër, pra për zhvillimin e vendit, nuk do t'ishim kushtet e sot. Në këto Nuk po nivele. them që ne do ta kishim zhdukur, ose se këtu në Shqipëri... Po s'do ta kishim rritur s'pak. Këtu në Shqipëri dëgjon edhe gjepurat të natyrës që ne e zhdukim, po të vim ne e zhdukim korrupsionin, si e zhdukti korrupsionin. Në demokraci maksimizon shanset për ta minimizuar korrupsionin, i krijon hapësira ose ja mbyll hapësirat korrupsionit për të zhvilluar. Por le të kthehemi ke zgjedhjet janë një proces shumë i rëndësishëm. Unë dua të ndalem prapë tek ju, sepse ju, zoti Krashi, njiheni si një person i cili gjërat i thot hapur. Të paktën nga sa ju njoh unë edhe nga sa publiku ju njeh, teksa ju keni folur për ta nga kjo studio dhe me ta. Dhe pyetja është kjo, ju e keni ndjerë ndonjëherë veten të censuruar brenda Partisë Socialiste? E dyta, mos ndoshta kjo mënyra juaj e të thënurit gjërat troç, mund t'ju ketë penalizuar? Kur e bëni analizën ju, pra, çfarë gjeni ndër rreshtin? Në politik, por në fakt jetën e përditshme, njerëzit do të mendojnë gjithmonë për atë se çfarë do të mendojnë njerëzit në kohën ku ai person nuk është më në atë pozicion në cilin ka qenë. Dhe unë nuk dua, dhe e kam refuzuar prej fillim, që të jem një nga ata njerëzit që në kohën që të mos jem më, të ma bëjmë me gisht, se jam abuzues i taksave të popullit, apo jam një person i cili nuk ka zbatuar ligjin. Gabime bëjmë të gjithë. Unë jam krejt i bindur që kam bërë 1001 gabime, gjatë kohës që kam qenë deputet i Parlamentit Shqipërisë, siç kam bërë në jetën time të përditshme. Por, për mua është rëndësishme të qenit i drejt për drejt, nuk ka një shprehje prap angleze e cila shkon diplomacia më e mirë është diplomacia drejt për drejt, sepse unë dua që ta shikoj Olën si ditën e parë, ashtu edhe ditën e fundit, dhe ta shikoj drejt e sy kur të flas me të, mos shikoj as majtas, as djathtas. Edhe as poshtë. As lart për zogj e as poshtë. Po ta shikoj drejt e sy dhe patjetër të pranoj të gjitha gabimet aty ku vetë vlerësoj që kam bërë gabim dhe debatoj. Dhe e tillë është edhe sjellja e një politikani edhe me qytetarët, sepse qytetarët vlerësojnë fort një njerëz të drejtë, një njeri i cili ka vizion për zhvillimin e vendit, por mbi të gjitha ka dhe integritetin, do thotë që i ka të dyja këto. Dhe kur i harmonizon këto të dyja, pastaj është shumë e thjeshtë edhe komunikimi, por është shumë e thjeshtë dhe llogaridhënia përpara ty, se ne jemi llogaridhënës. Ne jemi shërbëtor publik, ne nuk kemi abuzues të publikut. Është mërzitur Dibra që nuk do të ketë emrin tuaj në fletën e votimit? Këto nuk e di. Dibranët ju kanë kontaktuar, po ata diasporës ju kanë kontaktuar, janë të trishtuar, të mërzitur? Tani këta janë gjëra shumë personale, patjetër që unë kam pas një kontakt jashtëzakonshëm nga të gjithë shqiptarët, sidomos nga diaspora, po patjetër edhe nga Dibra, por unë do të sjell një shembull shumë konkret. Në lagjen ku jetoj këtu në Tiranë, unë kam shumë njerëz, natyrshëm që të gjithë kemi jetë sociale etj me radhë, por shquhej, e kam marrë vesh tani zvoni, që ishin shumë të djathtë. Unë nuk e dija. Në lagjen tuaj? Po, në lagjen time, këtu në Tiranë. Dhe shumë prej tyre kanë ardhur dhe më kanë thënë që ne ishim bërë gati të votonim për Partinë Socialiste, po tani që si e ti, unë natyrshëm që njerëzit janë të lirë të votojnë për këtë duan, kusht janë mbush mendjen, dhe prandaj është detyra e të gjithë kandidatëve të Partisë Socialiste, që janë 186 gjithsej kanë përshtypjen, jo, kjo është e sakta në fakt, do të thotë 46 listën e mbyllur dhe 140 në listën e hapur, e të gjithë neve që jemi deputet aktiv të Partisë Socialiste, e çdo antarit Partisë Socialiste, çdo simpatizantit Partisë Socialiste, e kujt do që nesër ne të kemi një qeveri të drejtuar nga Partia
socialiste. E patjetër që të gjitha partitë e tjera politike, se në fundit, kjo është arsye që bën zgjedhje një në 4 vjet, se përndryshe do të ktheheshim në kohën e komunizmit ose në kohën e diktaturës, ku vazhdoi edhe karriera politike e një politikani mbaronte ose kur shpallej grup armiqësor i fushë të caktuar, ose kur fatkeqësisht ndronte jetë. Dhe mua më kujton shpesh në fakt një shprehje prapë të Winston Churchill, që është kryeministri britanik më i suksesshëm, jo vetëm për Britaninë e Madhe, por për krejt botën, sepse fitoi luftën e dytë botërore, jo për Anglinë, jo vetëm për Europën, por për gjithë botën, dhe 3 muaj pasi fitoi luftën e dytë botërore, humbi zgjedhjet në vendin e tij. Dhe kur e pyetën se si ndihet pasi ka humbur zgjedhjet, duke qenë që ishte heroi luftës, ka një shprehje lapidar të tij, e cila thotë që karriera e një politikani është si fustani një groje, i cili do të jetë aq i gjatë sa të mbuloj subjektin, po aq i shkurtër sa të mbetet interesant. Ju gjithsesi do të bëni fushat për Partinë Socialiste, po bëni ju fushat për Partinë Socialiste? Kam bërë, po bëj dhe do të bëj fushat për Partinë Socialiste. Falenderime Zotit që do të bëhet fushat elektorale në Shqipëri, por edhe ndërmes shqiptarëve diasporës, që unë nuk do të rend për të kërkuar vota për Partinë Socialiste kudo ku jepet mundësia, duke filluar qysh ke lagja, qysh ke kafja lagjes. Do ja ndryshoni mendjen demokratëve që keni në lagje që ta vazhdojnë ta votojnë Partinë Socialiste dhe pse si ju? Unë do të mundohem, por sa banor ka lagja juaj? Unë jam ka rrugë Elbasanit më shoqe. Te dyshi? Me dysh, te lagja 2. Njësia 2, për të përmendur këto terminologjinë administrative. Por natyrisht që të gjithë do të më dëgjojnë mua, shpresoj të më dëgjojnë sa më shumë, unë do të bëj përpjekjet e mia për t'ju mbushur mendjen, themi, por jam dhe koshient. Edhe është ajo shprehja tjetër pastaj kur thotë që kur bie perdja shkruar për të larguar nga skena, që do thotë kemi këta 186 kandidatët, sidomos ata që janë në listën e hapur, që do të mundohen sa më fort për të mbushur mendjen qytetarëve për të votuar për alternativën e Partisë Socialiste, sepse është shumë rëndësishme që shumë gjërat mira që janë bërë të vazhdohen të realizohen edhe më tej, ashtu sikurse është rëndësishme që të kuptojmë që edhe ne njerëz jemi dhe kemi bërë gabime. Unë pranoj gabimet e mia personale, por dhe partia do të pranoj gabimet e saj, dhe siç kanë gabime dhe partitë e tjera, se dhe ata nuk janë qelibar fare. Çfarë ndodh pas zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit me ju, zoti Krashi? Prisni ju të keni një pozicion caktuar edhe pse nuk jeni në listën e deputetit, edhe pse nuk do të jeni deputet i ardhshëm në Kuvendin e Shqipërisë, prisni post të rëndësishëm? Nëse jo, çfarë? A lejon 2 përgjigje? Po, lejon. Po. Se dhe unë kisha 2 pyetje, po, s'ka që po e bëj më pas tjetër. Më falë, të kërkoj ndjesë. Atëherë, përsa ta kon përgjigjes parë, ne jemi para një fakti, kurse rezultati kodit zgjedhor që kemi ne, ka një problematik në vlerësimin tim, cilin unë kam shprehur edhe herë të tjera, që zgjedhjet mbarojnë në maj në rastin ton tani dhe parlamenti i vjetër vazhdon deri në shtator të këtij viti, që e thën troq, deputetët që nuk janë më ose nuk zgjidhen, vazhdojnë paguhen pavarësisht se ata nuk janë më deputet. Dhe të them të drejtët, mua më duket sikur nga maj deri në shtator që unë do të paguhem, duket sikur ja vjedh ata lekët popullit, qytetarëve, taksa paguesit, që është abnormale. Unë shpresoj fort që parlamenti i ri ta ngrej këtë problematik dhe ta mbyll këtë problematik, që ne të kthehemi në një vend demokratik, sepse dhe kjo është një shenjë demokracie, se në momentin që shpallen zgjedhjet, shpërndahet parlamenti, që do të thotë nuk ka më deputet. Titulli im sot nuk është deputet, nuk do të jetë. E kuptoj me terminologjinë ose me legjislacionin shqiptar, por nuk do të jetë më deputet. Të gjithë ata që janë kandidat, pavarësisht se kanë qenë apo s'kanë qenë deputet më përpara, janë të gjithë të barabartë. Ky është kuptimi i demokracisë në fundit. Të gjithë të barabartë dhe në 11 maj është dita kur vendoset që kush do jetë deputet dhe kush nuk do të jetë deputet. Dhe duhet që Shqipëria ta kuptojë, do të thotë klasa politike shqiptare, se populli, qytetarët nuk kanë fajin këtë pjesë, por do ta kuptojnë që duhet ndryshuar kodi zgjedhor. Nuk mundet të vazhdosh me parlamentin e vjetër dhe nuk mund të vazhdosh me qeverinë e vjetër, pavarësisht se populli ka votuar krejt ndryshe. Unë e përmend shpesh dhe diçka që është specifike për qytetarët e Dibrës. Dibra ka një problematik shumë të madhe që afekton komplet Dibrën, në fakt Shqipërinë, që ka të bëjë me hidrocentralin e Skavicës.
Por, e di që ka ndodhur apo jo? Ka ndodhur që në 25 prill të vitit 2021 jam zgjedhur unë, antari i Kuvendit të Dibrës, në Parlamentin e Shqipërisë, ndërkohë që Parlamenti i vjetër i Shqipërisë, në fakt, ka miratuar një ligj atëherë për studimin e fizibilitetit të hidrocentralit të Skavicës. Qytetarët me shumë të drejtë kërkojnë llogari mua, po në fakt unë nuk e kam marrë mandatin deri në shtator. Dhe unë nuk do të personalizoj, po do të them këtë që deputeti, antari i parlamentit, antari i kuvendit që është përgjegjës për një zonë të caktuar, do të filloj punën me njëherë pas datës së zgjedhjeve. Aq më tepër qeveria, se e dim se çfarë bëjnë qeverit, ajo është një periudhë vakumi dhe veç gjërat mbara nuk bëhen gjatë asaj kohe. E kuptoj. Do të jemi realist. Ju në cilin rast do të riktheheshit në Londër? Për tjetuar definitivisht atje. Këto janë spekulime, tani unë nuk mund të spekuloj, sepse jam para një situate, tash jam i fokusuar me fushatën elektorale sot për sot, në fundit taksapaguesi shqiptar më paguan për të bërë këtë punë mua, nuk më paguan për të menduar se kur do shkojnë në Londër, se do shkojnë në Londër tjerë me radhë, por do të vi një moment që unë do të vlerësoj të gjithë situatën time personale dhe familjare dhe natyrshëm që do të vendos se a mund të jem unë në një kabinet qeveritar, kjo më duket se që pjesa e dytë e pyetjes, apo në një vend tjetër, këta janë gjëra që realisht tani nuk është koha për të diskutuar për ta, fare për të diskutuar për ta. Për diskutim po për t'i menduar. Po s'janë as për të diskutuar tani, sepse në fundit nëse mendohet që nesër pas nesër unë kam një rol të caktuar, ose mund të kem një rol të caktuar në një administratë publike, unë eksperiencën time krejtësisht në administratën publike e kam. Por, kjo do të varet pastaj nëse ka nevojë për një qasje britanike në administratën publike, mund të më thonë. Por nuk duken gjasat që kanë shumë nevojë, sepse këtu në Shqipëri të gjithë i din të gjitha. E kuptoj. Pritet të bëhet realitet, ajo që të gjithë kanë pritur ndër vite, e kujtuat me të drejtë, 35 vite, tentativa për vot diaspore, më në fund e kemi, fletët e votimit do të nisin të shpërndahen, e prisni të rregull këtë proces, apo keni ende dyshimet tuaja se ndoshta diçka mund të çdoje dhe të kemi të bëjmë pastaj me paregullësira, cilat më vonë mund të interpretohen ndryshe nga politika, kjo në varësi të rezultatit 11 majit. Shiko, vota diasporës është arritje historike dhe këtë se luan topi. Tani, se si do menaxhohet procesi, është detyra e krejt administratës që e menaxhon këtë proces, që do të thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe i partive politike. Tani, në vlerësimin tim, po kjo është Shqipëria, nuk kam çfarë t'i bëjmë, tash, vjen keq. Do të kishim pas se këtu i pëlqen çdo gjë vetëm kontrolli politik. Në fakt, kontrolli politik në demokraci është kontrolli më i keq. Sepse sot kam përshtypjen që kanë ardhur fletët votimit, do të shoqërohen për në vendin se ku grumbullohen, do të bëhet shpërndarja sipas numrit të regjistruarve nga diaspora që deri në 7 prill i gjithë procesi. Po, 7, sot është data 7 apo ja. Pra, fillon sot deri në 17. Nëse kanë procedurat e tyre ata. Unë kam dhe 2 konsiderata shumë të thjeshtë për sa takon votës së diasporës. Di shumë mirë që, dhe kjo është informacioni sakt nga brenda, që do thot nga parlamenti, që politika shqiptare e të gjitha kaheve nuk ka pritur një numër kaq të madh të shqiptarëve për të regjistruar, kam pritur 30-50 maksimum në një optimist i madh, ka pritur rreth 100.000 të regjistruar. Ju presni që të gjithë ata që janë regjistruar në platformën e posaçme të votojnë? Unë pres që të gjithë. Unë pres që shumica e tyre të votojnë, natyrshëm që do ketë dhe probleme të natyrave të ndryshme, por e kisha fjalën diku tjetër, e kisha tek numri të regjistruarve rreth 250.000, unë shpresoja fort që të ishte shumë i madh. Kjo ka ndodhur jo se s'ka dashur diaspora që të regjistrohet, por ka ndodhur se rezultat i problematikave që ka shfaqur politika e para, qoftë me kohën kur u miratua, qoftë me kohën që u vënë dispozicion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe me kohë zgjatjen, bile se nuk është koha prapë këtu për të folur për këto gjëra, por me një pas 11 majit politika prapë duhet mendoj dhe të fillojë dhe të nxjerrë problematikat, lessons learned, pra çfarë mësuan nga ky proces që nuk u regjistruan, sepse në fundit mos krijimi mundësisë se çdo shqiptar, janë 2 milion shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, nuk janë 250.000, por
politika shqiptare, administrata taksapaguesi shqiptar ishte detyruar për t'i kryer mundësinë çdo qytetari që të regjistrohet. Dhe unë shpresoj fort që politikat nxjerr ato mësimet ose gabimet, mësojnë nga gabimet e radhës parë, në fundit kjo është hera e parë, por krijon një platformë solide që në 2029 apo kurdo që të jenë zgjedhjet, se zgjedhjet mund të jenë dhe në 2026, mund të ketë dhe në 2027, dhe në 2028, nuk kanë të shkruar në gur këta. Ka zgjedhjet parakoshme gjithmonë. Kjo është demokracia, kjo është politika aktive në fundit. Por shpresoj që shumica e shqiptarëve që janë regjistruar ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, në fundit për të sjellë përvojën e tyre, për të sjellë eksperiencën e tyre në demokracinë shqiptare. Më besoj fort që demokracia shqiptare ka shumë nevojë për votën e diasporës. Thuhet se kur ka një pjesëmarrje të lartë në zgjedhje, njerëzit e kanë dëshirën e ndryshimit, ndoshta dhe të rotacionit. Për ju kjo shifër që ne kemi nga diaspora, kaq njerëz që janë regjistruar për të votuar, tregon që njerëzit duan ndryshimin dhe rotacionin? Apo ky numër shkon në favor të socialistëve se sa të demokratëve, në gjykimin tuaj? Jo, kjo shkon në favor të atij grupimi politik që do të shpalos programin më të mirë dhe mund të them dhe konsiderat tjetër, se të mbetëm ke konsideratat. Është hera e parë, qysh për vitit 2013, ku për herë të parë dhe të fundit, Partia Socialiste është e vetmja parti politike që ka pasur një program të detajuar dhe të shkruar. Ndërkohë që keni parë që gjitha partitë tani po përpiqen që të shkruajnë program, në vlerësimin tim kjo ndodh për arsye se ata e dinë që po komunikojnë me 1,3 milion shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë. Me respektin më të madh për mua dhe për juve që jetojmë në Shqipëri, por ne kemi krijuar një lloj tradite që shto ue shto mill, thot populli. Bëj atje, hajde programe kam unë, thot ai. Ndërkohë që bota ose qytetarë shqiptarë të botës që jetojnë në botë janë të mësuar me programe të detajuara, se unë mund të ulem këtu dhe mund të flas gjepura që s'kan pikë lidhje. Mund të them që do ta bëj rrogën minimale 5.000 euro e pensionin mesatar 7.000 euro. Por, kur të vi puna për ta kostuar, në fundit qytetarë shqiptarë ata që do të paguajnë çdo gjë. Demokratët thonë parat ekzistojnë, thjesht po të rishpërndahen në mënyrë tjetër, atëherë do të dilnin para dhe për minimumin jetik edhe për pensionin edhe për mos egzagerojmë, sa ata thonë 5.000 euro dhe 7.000 euro, sa thashë, ato thonë ja 200 euro, nuk e di se sa thonë. Që është skllavëri moderne, më duket mua, dhe 200 euro që thonë ata, minimum jetik. Por për të parë kostën s'ka minimum jetik Shqipëria. Për të mos hyrë në detaje dhe për turpin e politikës, mos e këta kanë qenë politik se partitë nuk do të sillen sikur është hera e parë. Se ka gjithmonë një herë të parë, po hera e parë janë që në vitet 90 janë parti politike këta. Dhe nëse se kanë bërë për kaq vite, nuk është kaq e thjeshtë, sepse çdo parti mund të akuzojë tjetrën. Pse se bëre ti? Se të gjithë kanë qenë pushtet. Flas për dy partitë kryesore. E kuptoj, po zoti Krashi, ju duke qenë se njihni mirë situatën andej, Matan Kufirit. Ky numër që ne kemi, që ju thatë se prisnit në fakt ishte edhe më i lartë. Po, kështu prisja unë. Okej, erdhi për arsye të ndryshme këtë numër kemi. Kjo shifër është komentuar si një shifër e mirë, e lartë. Po sepse kanë qenë përgatitur për shumë më pak. Tani kjo është e lartë sepse njerëzit janë të etur për të votuar, pra më në fund me zi e kanë pritur këtë ditë dhe kjo ditë erdhi dhe nuk ka lidhje fort me dëshirën e tyre për ndryshim ose jo të politikës në Shqipëri. Më shumë e shikoni kështu? Shiko, unë shikoj edhe gjëja e fundit që do bëj është që të predikoj votën që do të bëjë diaspora. Patjetër diaspora, e thash edhe një herë, do të vlerësoj programin e secilës parti politike, që secilit grup do të vlerësoj edhe kandidatët. Se diaspora mos mendoj që do t'i harrojë partive politike, duke filluar me Partinë Socialiste, me Partinë Demokratike, që ka shumë pak, për të mos thënë as pak kandidat nga diaspora. Se ndryshe flet kandidati ose ndryshe kupton problematikën që ka qytetari në Toronto, apo në Rom, në New York, apo në Londër, një qytetar i cili ka jetuar me ta dhe ka shkuar përmes atyre problemeve, përmes të cilave shkojnë të gjithë shqiptarët që jetojnë në emigracion, dhe ndryshe këta nga Koltuqet edhe nga Rahatlloku që ja kanë krijuar vetes për gjatë 35 viteve. Dhe këtë element unë mendoj që nuk do t'ja falin partitë politike. Edhe përsa të takon kandidatit, po do të vlerësohet edhe programi që ka secila parti politike, por në fundit diaspora do të ketë mundësinë dhe prapë të më besoni që do të skanoj politikën shqiptare për 35 vite. Edhe le që thonë këta, kanë bërë këta e kanë bërë atë, raketa s'kanë bërë fare. Hiç gjë s'kanë bërë, sidomos për diasporën janë krejt borxhli dhe kurdo që shkojnë, kurdo që flasin me diasporën, kokën do ta mbajnë vetëm poshtë.
ullur. Ju falenderoj që ishte me mua në studio dhe uroj punë të mbarë, suksese në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit. Bëjmë një shkëputje publicitare tani.